Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një nga recetat e mia më të thjeshta për supë. Është e përgatitur me gjok spule, bulgur, kos dhe limon. Fillojmë nga puna. Do e përgatisim në një tenxhere presioni që bullguri të përgatitet më shpejt. Këtu kam një gjok spule, e presim gjoksin e pulës në kubik të vegjël. Dhe më pas do ta vendosim në tenxhere. Këtë recetë mund ta përgatisni për më shpejt në tenxhere presioni ose edhe në tenxheret multicooker. Patjetër që në tenxheret e zakonshme është më së normale, por koha është më e gjatë e zjerjes. I shtuam filetot e pulës në tenxhere, i shtuam vaj ulliri, i dham një kaurdisje të lehtë, shtuam gjysmë filxhani të çajit me bulgur, të cilin e kisha larë dhe kulluar më parë, e bashkoj me filetot e pulës dhe më pas do ta mbulojmë me 1 litër ujë. Bullguri është nga ato drithrat e forta, ndaj unë përdor tenxhere me presioni që të zbërthehet, thoshte nëna ime, të shkrijë plotësisht, të mos na bezdisin supa, por të bëhet kremoze, tamam si orizi. I shtojmë edhe kripën në këtë moment, i vendosim kapakun dhe e ziejmë për 20-30 minuta. Përgatisim salcën kur jemi në fund të zjerjes të filetove dhe të bullgurit. Përgatisim salcën, morëm vetëm të kuqen e vezës ose të verdhën e vezës, i shtuam lëngun e 1 limoni, gati 1 gotë me kos, i shtojmë piper të zi, i bëjmë një përzierje në fillim. Dhe më pas i shtojmë piperin e zi. Nëse do i shtoni edhe të bardhën e vezës, është mirë që përzierja të bëhet me frulator, që mos na ndahet e bardha e vezës në supë. Ka zier bullguri, e fikim zjarin dhe largojmë ajrin nga tenxheria e presionit. Ka zier plotësisht bullguri. Shtojmë vezën me kos dhe limon, duke i rregulluar pak temperaturën që mos të prihet. Marrim pak nga lëngu i supës, e shtojmë te salca dhe më pas e shtojmë pa asnjë lloj problemi të gjithë tasin. E përziejmë mirë. Presim 1 tufë me majdanoz. I largojmë këtë pjesën e kërcellit. Kur ftohet koha përgatisim shpesh supë orizi, supë makaronash, por me bullgur përgatitet më rrallë. I shtuam majdanozin, e lëm të ziejnë 2-3 minuta, ndërsa në një tigan shtojmë pak gjalp për t'i dhënë më shumë shije edhe ngjyra supës son. Unë po i shkri pak gjalp, duke i shtuar edhe pak specë të kuq të ëmbël. Dhe i gjalpin e shkrirë sigurisht që do ta shtojmë në supë. Shtojmë edhe pak specë të kuq. Sigurisht i gjalpin e shkrirë me specë do ta shtojmë në supë. E servirim të ngrohtë duke i shtuar pak nga gjalpi me specë të kuq. Është një supë ndryshe, por kaq e thjeshtë dhe e shijshme, me pak përbërës dhe shumë dashuri. Nga kuzhina ime, për të gjithë ata që vlerësojnë shijen e mirë dhe traditën në pjatë. Ju falenderoj.